Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e radhës mbi të vërtetat. Sot do të flasim për një projekt të ri, një dokumentar i cili është organizuar, realizuar nga shoqata Nexhat Albania. Për të folur me shumë detaje, në studio me mua do të jenë Aldo Syllolari dhe Jetmir Kanani. Dhe ma shumë faleminderit që jeni sot këtu me mua. Faleminderit juve që na Është për herën e dytë. Kështu që faleminderit. Është kënaqësi që të vi këtu për herë së dytë sepse ndihem që herën e parë jam ndjer shumë rahat dhe pse jo mos vija për. Faleminderit. Kënaqësi e vlerësoj shumë. Çfarë ju shtyu të udhëtonit në Iran? Faktikisht ky ishte një projekt i cili zhvillohet në kuadër të një filmi që ne do ta bënim në Iran, në suport të shoqatës Nexhat që unë përfaqësoj. Dhe mendoj se ishte momenti i dur për pas një suksesi që kishte në gjithë qytetet e Shqipërisë me filmin e parë që ishte zhvilluar në Dubai dhe në Gjirin Persik. Ky ishte momenti i dur që të sillnim një diçka të re dhe për ta përfaqësuar përsëri të njëjtën temë. Pra, ishte një eksperiencë e dytë, le të themi. Po. Jetmir? Unë isha kështu. Hajde me mua. Jo, mua për arsye artistike, sepse menduam që edhe mua ndoshta mund të ndikoj për mirë në artin dhe thash ndoshta do ndikonte mua në rrugtimin tim, në karrierën time, një eksperiencë e re dhe pse jo. Po ndikoj edhe personalisht. Sigurisht. Si u ndjet përpara nisjes në një vend si Irani? Siç e them më parë, për mua ishte hera e dytë. Gjithmonë hera e parë është pak më vështirë se çdo gjë tjetër. Por mendoj që eksperjenca e dytë kësaj here isha me ide më të qarta, domethënë dija ku po shkoja, pavarësisht se qytetet që vizitova këtë herë, siç ishte Teherani, Mashhadi dhe disa zona të tjera aty rreth e qark për xhirime, ishin qytete që unë nuk i kisha vizituar më parë. Kisha emocione të fillimit, por nga krau tjetër, duke qenë i qartë ishte diçka isha më i përgatitur dhe emocionalisht, pavarësisht se udhëtimi ishte tepër i gjatë dhe kisha dhe ato sikletet e rrugës, si të shkonte rruga, sa i gjatë ishte, rrugë i gjatë, edhe mendimet për krijimin e dokumentarit, por në përgjithësi ishin emocione shumë të bukura. Çfarë përfaqëson ky udhëtim për ju personalisht? Për mua personalisht. Është eksperiencë e re, siç e thashë më përpara, dhe çdo gjë ishte, si thua, kishte ndryshime, po ndryshime shumë vogla në Shqipëri. A ishe entuziast? Isha shumë që kur shkova. Atëherë them drejtën, më fal se nuk po rri dot kështu. Mund të rri pak kështu? Po patjetër, mjaft jemi komod. Se mua s'më nxë se do kisha. Si fillim, para se të shkoja, se tani njerëz kemi atë frikën, apo po shkojmë në një vend tjetër. Një vend i ri për mua, ndoshta ka rregulla të tjera, ndoshta nuk përshtatem unë me veshjen që kam etj, se tani tradita, gjëra, kulturë tjetër, etj, dhe kisha shumë frikë. Duhet të ishte edhe situatë lufte, pas lufte. Pikërisht. Por që dita ditës duke kaluar etj, duke u njohur dhe me njerëzit, me kulturën, nuk ishte asgjë çfarë kisha përfituar në atë momentin time. Dhe seriozisht jam kënaqur. Vërtet jam kënaqur. Dima, çfarë mund të më thoni për kontaktin e parë me Iranin dhe njerëzit atje? Çfarë më kujtove tani. Momentin që kam qenë një ditë me Aldon, duke shkuar për në pazar, mos gaboj, në xhami nuk e mbaj mend. Ishin njerëz që nuk i njihnim. Dhe neve duke ecur, tjerët për shkakun na shifnin dhe selam. Edhe unë tani ktheja kokën ku ja bën. Ora mos është një kamerë e fshehtë. Ora mos është një kamerë e fshehtë, po kuptoj. Kush e ktheja gjithë kokën thosha me kë kam. Pra ishin njerëz shumë dashamirë. Ishin vërtet edhe respektuar shumë. Unë vetëm dita e parë ishte pak shumë me sikletë, pastaj dita e dytë më tej u ambitova në djasin shtëpi time. Aldo, ç'mund ta thuash? Për impaktin e parë kur vajta. Impaktin e dytë kur shkove. Kishte një ndryshim nga hera e parë, udhëtimi i parë? Kishte ndryshim, jo. Faktikisht kishte ndryshim sepse u vajte në një vend që është ishull dhe turistik dhe zonë industriale. Që kryesisht ishte zonë tregtare që njerëzit vinin më shumë për arsye biznesi, për takime biznesesh, edhe hoteleria. Ndërsa vendi ku shkova normalisht metropoli, kryeqyteti, urbanistika me zhvilluar shumë trafik, do të thonë impakti i parë është infrastruktura që tjetër.
infrastrukturë ndryshe, e ngjashme, sa e ngjashme dhe ndryshe nga përmasa, se ishte te masë e madhe më shumë se Tirana apo qytetet e Shqipërisë. Dhe sa nga krau tjetër për pjesën e asaj që shikoja kështu përsi jashtëm, ngjante shumë në vendin tim, se kishin shumë gjëra të përpashme me pallatet, me ndërtesat. Edhe është vërtet ajo që tha Edmiri që kishte shumë njerëz që të respektonin, të mikprisnin, të interesoheshin. E një detaj tjetër që ishte shumë komik, ishte fakti që kur të pyesin nga je, ne i thoshim Albani, po Alban dhe Alman, ata Alman e Gjermanis në gjuhën farsi, dhe kujtonin sigurisht nga Gjermania, thoshim po ne e dim ku është Gjermania. Ish libe di që bënë, pojra. Bravo. Po shumë njerëz interesant. Unë kisha dhe kontakt me Mace. Masi në shërë. Unë vdes për Mace. Sa isha shoh Mace në rrugë, ja bëj pss pss pss. A kishin ngjashmëri me macet tona? Jo. Ata mund tani. Unë thoja aty, Mace pss pss. Ajo, siç është duke u lëpir kështu. Do qyqe. Që shkolloj Mace kështu. Dhe thash orë ta provoj herë ndryshe se këto edhe kur shkruajnë mbrapsht. Ore përshëndetje. Përshëndetje Ajo. dhe unë dim Macia dhe Përshëndesim. e përshëndesim Maca. Tani përpara se të dalim të flasim pak më me detaje rreth dokumentarit dhe shoqatës në Xhat, Po. do doja të flisni meqense ishim dhe tek macet, po për gatimin. Kulinaria ishte tepër e veçantë, gatimet ishin karakteristike dhe tradicionale, ishte pilaku me kebab. Ishte edhe një ushqim që ishte mishi i zogut të pulës që quhej xhuxha dhe xhuxha. Dhe kishin shjete për të mirë, ishin gjëra ndryshe që ne nuk i kishim provuar përpara këtu në Shqipëri. Dhe e kemi shijuar maksimalisht të gjithë kulturën e tyre të gatimit. Të kalojmë tashmë tek dokumentari dhe tek shoqata në Xhat. Do qenë se ti edhe kryetari i shoqatës. Do të doja të dija pak më shumë çfarë do të thotë shoqata në Xhat dhe çfarë përfaqëson ajo. Njërë nisur nga emri në Xhat. Atëherë, në terminologji, në Xhat do të thotë shpëtim dhe i referohet antarëve të familjarëve të cilët ndodhen në shtetin e Iranit dhe antarëve të shoqatës në Xhat, të cilët kanë vëllezërit dhe motrat e tyre në organizatën Mujahedina. Për t'i shpëtuar ata nga kushtet për të cilat ndodhen. Nga krau tjetër, normalisht shoqata jonë ka patur një emër tjetër që më parë quhej Asila, që ishte shkutimi i integrimit të komunitetit iranian në Shqipëri, po misioni është po i njëjtë dhe është binjakëzuar në mënyrë direkte me shoqatën në Xhat që ishte kompania më në Iran. Lidhur me këtë dhe funksioni mbetet po i njëjtë, ashtu si dhe në Iran, vetëm se rëndësia e shoqatës shqiptare të shpëtimit ose shoqatës në Xhat në Shqipëri ka të bëjë në lidhje me fortifikimin e komunitetit iranian të cilët ndodhen të izoluar padrejtisht në kampin e Mekut dhe për shkeljet e të drejtave të njerëzit të cilat janë të evidentuara ashtu siç i kemi përpiluar dhe nga konventat europiane ndërkombëtare apo dhe nga të gjitha dispozitat normative ligjore për të cilat kemi konstatuar që aty ka shumë shkelje themelore të drejtave të njerëzit. Lidhur me këtë situatë, lindi nevoja për ta krijuar këtë shoqatë në Shqipëri, për të krijuar dhe për të rikrijuar disiplinat e integrimit të këtij komuniteti në vendin tonë. Shoqata në Xhat kryen disa funksione. Funksioni i parë përkon me integrimin e të dezertuarve, të larguarve nga kampi Ashraf 3 që ndodhet në malët të Durrësit. Pjesa e dytë që kryen dhe roli i dytë që kryen kjo shoqatë është rikrijimi i kontakteve të familjeve të cilat kanë humbur kontaktet me fëmijët e tyre që ndodhen në kampin Mujahedin. Dhe nga krau tjetër, një mision tjetër është dhe demaskimi i këtij kampi në kushtet mizerable për të cilat jetojnë anëtarët e tyre. Dhe mendoj që përveç këtyre ka dhe shumë politika të tjera të cilat na mbështesin, ashtu siç funksionon në çdo shoqat apo organizat të huaj, apo dhe këtu në Shqipëri që çdo institucion na ka mbështetur, kemi patur mbështetjen e institucioneve shtetërore,
institucioneve private, korporatave, ndërmarrjeve, edhe shumë delegacioneve tuaja që ne kanë suportuar në kauzën tonë për t'i mbështetur ata njerëz. Dhe ideologjia e krijimit të kësaj shoqate në pikpamjen time dhe në gjithë atë objektivin tim që unë mendoj është që antarët e organizatës Mujahedine janë njerëz që i përkufizoj si viktima lufte dhe viktima të një trafikimi të qenieve njerëzore në mënyrë të pavullnetshme, duke u marrë peng liria e tyre për më shumë se 3 apo 4 dekada të një pjesë të tyre, duke u premtuar se do vinin në Shqipëri për një jetë më të mirë dhe më pas qëndruan të izoluar për një kohë shumë të gjatë pa patur kontakte me familjarët e tyre në shtetin mëm. Kështu që shoqata e Nexhat po merret seriozisht me politikat ndërkombëtare, kombëtare për të krijuar funksionimin e një sistemi ligjor dhe një sistemi ndërveprues social për ta vënë në funksion atë që quhet e drejta e njerëzit. Të flasim pak për dokumentarin. Si erdhi kjo ide? Ideja e kujt ishte? Faktikisht, dokumentari i parë ka qenë një propozim i vetë homologëve të mi të cilët ndodhen në shtetin e Iranit për të bërë diçka artistike, ndërgjegjësuese, sensibilizuese për popullin shqiptar dhe për të krijuar një urë lidhse komunikimi për nënat që ndodheshin në shtetin e Iranit në raport me të fëmijët e tyre të humbur në kontakt dhe ka qenë një përjedhoj një mënyrë e mirë komunikimi duke sjellë një rezultat shumë pozitiv sepse përveç se u krijua një marketing shumë i fortë në gjithë qytetet e Shqipërisë dhe mënyra e shitjes solli për rezultat më pas përjedhoi dhe daljen e disa antarëve nga kjo organizatë që bëri të mundur për t'u dhënë atyre një mesazh që ne jemi këtu për të luftuar dhe për të punuar për ta dhe për të drejtat e tyre dhe kjo ishte një metodë shumë e mirë. Pse jo, të vi dhe një projekt tjetër i ngjashëm. Ajo që më duhet të zbuloj është që janë 2 dokumentarë të ndryshëm që janë punuar këtë herë në Iran. Një ka të bëjë me kulturën e Iranit, sepse mendoj që në momentin që unë do të transmetoj një content, një prodhim apo dhe një material ku do të tregohen të gjithë kujtimet dhe retrospektiva e tyre, ka për të krijuar një ndjenjë sublime nostalgjie, e cila ka për të ndihmuar të kuptojnë që shteti i tyre nuk ka qenë armiku i tyre, po aty ndodhi gjaku i tyre dhe po i kërkon. Dhe nga krahu tjetër, një projekt tjetër që vjen pasues paralelisht me projektin e parë, është dhe eksperienca ime dhe e Xhetit që kemi qenë atje duke vizituar këto vende, po nga krahu tjetër duke krijuar një intervista me këta familjar, të cilët kanë dashur të japin mesazhin e tyre, duke qenë se në atë kamp nuk është i mundur komunikimi i lirë. Dhe këto kanë qenë 2 arsyet kryesore sepse ne e krijuam këtë projekt tjetër. Por sikurse thash janë 2 projekte të ndryshme, po ne do t'i strukturojmë si një projekt i vetëm. Duke qenë se ishte hera e parë që ju shkuat në Iran dhe jeni takuar dhe me familjarët, sikurse tha dhe Aldo, mund të më thuash ndjesitë e tua, sa emocionuese ishte, çfarë ndjeve në ato momente duke dëgjuar historitë e tyre? Çdo histori që ato thonin, për shembull, tregonin ngjarjet e tjera, vërtet ishte diçka që nuk kisha dëgjuar më përpara. Dhe tani kur shikoja një nën që qante për fëmijën e saj, imagjinoja veja veten për shembull në vendin e djalit të saj dhe nëna ime që qante për mua dhe normalisht që kjo dhem. Është vërtet si ta thuash të dëgjojnë me pistolet, ku diun, është shumë e dhimbshme. Vërtet edhe nuk isha as çfarë t'i thoja, isha vërtet në ajër që nuk ke as çfarë përgjigje t'i japësh. Dhe seriozisht ishte diçka nuk e gjeja veten aq të lidhur me çfarë ato kishin kaluar. Prandaj nuk dija as ç'a t'i jepja, nuk dija as ç'a t'i thoja, nuk jepja dot asnjë përgjigje asnjë. Ishin persona që kishin besim tek ju dhe mund të shpreheshin lirshëm apo do duhej që ju të fitoni besimin fillimisht për të pasur ndoshta edhe një dëshmi të tyre sa më të pastër të ndjerë? Jo, me aq sa unë kuptova atje, ato e dinin punën tonë, pak a shumë, dhe normalisht kishin atë besimin që neve po na tregonin.
gjatë gjithë kohës po flisnin që neve të hidhin një hap më tepër për të ndihmuar akoma dhe më shumë. Okej. Ardo, cilat janë sfidat kryesore të realizimit të dokumentarit në Iran? Logjistika, do të thënë pjesa e krijimtarisë, mënyrës anës teknike është pak më vështirë sepse në kohë që jetojmë kualiteti ka të bëjë shumë edhe mënyra se si ti realizon një projekt kur do ta prezantosh si një projekt të mirë fill kinematografik. Në krau tjetër, vështrimi kritik në përmbajtje, që ka atë rëndësinë e vet, në mënyrën se si ti do ta zhvillosh këtë projekt apo edhe në mënyrën se si përcjell mesazhin që do të shfaqesh. Prandaj më lindi ideja për ta krijuar këtë projekt në dy pjesë të ndryshme, sepse ka momente që unë me i të mirë një nga argëtuarja zakonisht shumë. Do thënë e kemi shijuar sepse për mua ishte një vend i ri dhe normalisht e shijova maksimalisht, por nuk ishte shumë lidhje me pjesën kur shihimi im apo kënaqësitë që kalova momentin që kam qeshur të ndërlidhen me momentin e vuajtjes së prindërve të cilët po kërkonin një punë serioze. Kështu që prandaj mendova që eksperjenca jonë personale të jetë diçka tjetër dhe nga krau tjetër pjesa e një pune për të krijuar këtë mesazhin e fortë të jetë dedikuar për këtë gjë. Pra, ka të bëjë shumë mënyra se si ti do ta japësh mesazhin te publiku. Ti je i qartë në atë që do të transmetosh edhe ti tek e fundit një punë prodhuese dhe të ketë rezultat. Mendoj që këto janë gjërat më të vështira dhe që dua një mirë mendim përpara se ti krijosh dhe ti japësh kohën e dur i gjitha, që të jap rezultat. Sa i përket dokumentarit të parë që ju edhe keni transmetuar në çdo qytet të Shqipërisë, tashmë e dim, në dokumentarin e dytë, ju do të jeni producenti i këtij dokumentari dhe le të themi aktor kryesor, sikurse ishit në dokumentarin e parë, apo si e keni organizuar? Për hir të së vërtetës, dokumentari i parë kam qenë unë producent, por kam patur një ndihmë shumë të madhe që kanë qenë dhe producentë të tjerë që më ndihmuan në realizim. Këtë herë do jam vetëm unë producent i këtij filmi, nëse do dali mirë do jetë merite ime, nëse do dali keq do jetë faji im. Të s'kam as ditë. Po është një përvojë e dytë është një përvojë e dytë edhe është më sfiduese, po unë kam një ekip shumë të mirë këtu në Shqipëri që do më ndihmojnë për ta realizuar sa më mirë. Nuk kam nevojë për të tjerë. Dhe mendoj që do jetë diçka dhe sfiduese edhe e bukur në të njëjtën kohë, po nuk kam dhe shumë kohë, kështu që duhet nisi nga puna pjesa e montazhit. Vazhdo montazhi sa më shpejt. Sa i përket xhirimeve, e kishit vështirë që të merrni leje? Apo për disa vende ishte vështirë, në disa vende ishte më lehtë, sepse në ambiente publike siç dihet, ke më të lehtë aksesueshme për të marrë pajisjet e kamerave. Në vende të tjera pastaj duhet merrnim sa kamera, mini kamera të vogla, kështu fshehura në xhepa, ose një paketë cigare që duhet si GoPro të filmonin. Ka dhe diçka, për shembull, ne kemi vizituar shumë xhami. Vende të shenjta, atraksione kulturore, fetare dhe kam patur një gjë që më ka bërë përshtypje është që kanë qenë xhamit jashtëzakonisht shumë të bukura që nuk kanë lidhje me xhamit që kam parë këtu në Shqipëri, por mos edhe në Europë. Dhe përveç kësaj bëj një sistem kontrolli përpara se të futesh në xhami, për arsye se më përpara ka patur fortifikime me disa persona të cilët janë futur dhe kanë dashur të bëjnë përleshje për arsye fetare, siç dihet botërisht midis brenda fesë islame që janë përplasje midis Sunni dhe besimit shia që kanë patur probleme dhe sulme dhe agresione midis njëri tjetrit. Dhe për këtë arsye ishte një sistem ku të skanoni dhe të shikoni nëse ti merr një mjet apo jo me vete dhe detyroheshim të filmoni ndonjëherë edhe me celular. Po shqyr zotë celularet sot janë shumë të avancuar dhe ruajnë një kualitet. Por kemi bërë dhe raportime nga ambiente të ndryshme që i shërbejnë përsëri këtij projekti kinematografik, momentet kur kemi parë ndërtesa të sulmuara nga Izraeli që na duheshin për të qenë pjesë e dëshmisë reale të asaj që ne kemi parë gjatë atij ambienti. Dhe pak a shumë. Cila ka qenë sfida më e madhe për ty si xhet në këtë udhtim?
Në këtë udhëtim ndoshta ka qenë ushqimi për mua, sepse unë jam shumë zgjedhës në çfarë ha. Plus që ne si këngëtar duhet të dimë se çfarë duhet të ham. Nëse ham keq ndikon tek kordat. Dhe kjo ka qenë çfarë unë kam patur probleme më së shumti. Sepse kam pas disa ushqime që unë nuk i kisha provuar më përpara dhe nuk e dija tani Se si a do të duhet, ndikonte. pikërisht, a duhet ta konsumoj apo jo, dhe ishte gjithë kohës në merak. Prandaj edhe kisha raste të rria ndonjëherë pa ngrënë dhe haja ndonjë gjë të vogël. Kjo ka qenë komplet ajo, që ka qenë problemi im. Aldo preku pak më herët rreth udhëtimit tuaj dhe që keni parë shumë xhami që kanë qenë të investuara shumë më tepër se sa xhami që ne kemi këtu në Shqipëri, pakën çfarë kemi parë. Çfarë përshtypje ju ka lënë? Atëherë kur kemi shkuar, para se të hynim, çdo xhami në Iran kishte diçka karakteristike që kishin këto ngjyrat, ishin dy ngjyra që kishte vetëm pjesa e asaj zone, që ishte vetëm blu dhe jeshile. Çdo xhami kishte të qëndisur në çdo vend, në çdo cep këto. Dhe tani kur para se të hyja brenda, thash okay, do jetë e njëjta gjë dhe brenda. Kur kam hyrë brenda, kam parë vetëm copa xhami gjatë gjithë kohës dhe ishte si një diamant. Duke i komplet si silver, komplet argjend. Po ja, sa gjë e bukur ishte dhe kjo gjëja në Tiranë. Njerëzit atje do flenin. Në xhami. Do beton, nëse do ishte në Tiranë, unë do fleja në xhami. Do ndihesha shumë rahat. Shumë të bukur. Dhe ishte një moment që neve shkojmë në një xhami që ishte në disa vende ishin të ndërtuara me flori. Mahnice. Ishte mahnice dhe të betohem që ishte ai shkëlqimi aq i bukur. Ishte gjigante, si të thuash, një shesh dhe plot njerëz. Nuk ishte vend asku kaloje, ishte plot e përplot me njerëz. Dhe thash pse mos të marr diçka një dhuratë nga këtu për shembull. Dhe shkuam, kemi bler Kur'an, mos gaboj. Kemi bler Kur'an, kemi bler çfarë ishin këto që varen në Tespi, etj, ishin shumë gjëra të bukura. Ishin më ndryshe se sa këtu në Shqipëri. Kjo. Si e përjetove kulturën iraniane si artist? Nuk është se kishte shumë ndryshime nga e jona, me thënë drejtën. Thjesht çfarë ishte diçka tjetër ishte që nuk isha mësuar me atë që çdo femër të ishte e mbuluar. Çdo femër ishte e mbuluar, po. Të gjitha ishin të mbuluar me shamë. Po, shumica ishin të mbuluar. Kurse këtu ke shumë pak njerëz të mbuluar. Atje ishin shumica, edhe kur e ecnin edhe nëpër dyqane etj, vetëm të mbuluara dhe kjo më la përshtypje. E kuptoj, po sa i përket turistëve, ndoshta janë të detyruar dhe ata të vishin në momentin që ndodhen në shtetin e Iranit apo jo domosdoshmërisht? Jo, po me aq sa vura re ishte që tek meshkujt për shembull nuk duhet të visheshin me të shkurtra. Pra kishte disa rregulla që kishte disa rregulla. Po, sigurisht. Por që ishte në përgjithësi ishte vërtet shumë bukur dhe shumë mbështetëse. Cilat janë momentet më të paharrueshme për ju në këtë udhtim që ju keni kryer? Momentet më të paharrueshme. Po. Diçka specifike që ju ka lënë dhe do t'ju lërë gjurmët në kujtesën tuaj. Takimi me përkthyese. Përkthyesi ishte shqiptar nga qyteti i Librazhit, kishte shkuar në Iran që në vitin 2003 dhe fakti që u krijuam një kimi aq shumë të madhe, do të thënë brenda shumë pak ditësh ndaj bëri qëndrimin aty si në familje. Mendoj që është një kujtim shumë i bukur për ne sepse na krijoi një atmosferë shumë familjare shqiptare në një vend huaj edhe një mikpritje e jashtëzakonshme. Pastaj edhe momente kur kemi qeshur shumë jetë mirë, janë momente që normalisht që kemi shijuar pafund, qeshnim dhe i qeshin dhe ata, orë se ta kuptonin, po prapë qeshnin shumë edhe. Dhe vizitat në çdo vend të ri mendoj që na jepin një emocion shumë të veçantë dhe shumë të bukur që ne do t'i kujtojmë gjatë. Dhe çfarë ishte diçka tjetër më interesante atje ishte që makinat ishin të punuara vet në Iran. Më thënë nuk ishin të jashtme si për shembull siç kemi në Fordi, në Bencat. Ishin çdo makinë ishte prodhim i vendit. Po, i vendit. Edhe me thënë të drejtën nuk është se ishin wow, por që vetëm me punën që bënin ishin vërtet shumë cilësore. Sa i përket dokumentarit, çfarë pritshmërish keni
do ta shfaqni jashtë Shqipërisë? Po. Ose në Mos e mërë Shqipëri, pyetjen, di po. që do të jetë në çdo qytet, sikurse është bërë dhe për dokumentarin e parë. Një lajm i mirë për shoqatën tonë dhe për gjithë anëtarët e shoqatës, por lajmi më i mirë është për anëtarët e organizatës Mujahedina, është që ky film ka për të përcjell në të gjithë qytetet e Shqipërisë dhe në shumë shtetet europiane. Do të thonë ne kemi për të bërë një tur ku do e përcjellim të dokumentarë në shumë qytete dhe në shumë shtete, në mënyrë që të krijojmë një kontakt më të fortë me aleatët tanë ndërkombëtar për të krijuar dhe marrëdhënie të reja dhe për të krijuar edhe më shumë mundësi për të përcjell këtë projekt. Sa ka ndikuar ky udhtim në mënyrën se si e shihni botën? Shiko, mua më dha atë ndjesinë e të qenurit ndonjëherë falendërues, duhet jemi gjithmonë falendërues për një habitat të sigurt që ne kemi dhe për atë komfort zonën tonë, sepse ka vende që nga hiçi kthehet në një situatë e papritur dhe mund të të cënojë dhe jetën. Domethënë, të jesh vigjilent për çdo të mirë që ke. Flas në siguri kombëtare, flas edhe në shumë aspekte të tjera dhe në bindjet e mënyrës së jetesës. Pra, kemi një qasje tjetër këtu në Shqipëri, jetojmë në një sistem tjetër ku prap ankohemi nga dëshira për të qenë më të përmirësuar. Unë mendoj që e mira nuk ka fund. Njeriu është një qenie që kërkon gjithmonë më shumë nga vetja dhe më shumë për të përmirësuar nga jeta e vet. Por nga krahu tjetër, të qenurit gjithmonë i pakënaqur ka për të lënë të tillë. Kështu që kjo është një thirrje për çdo person që e sheh këtë program. Siç ne qeshëm shumë në këtë program, mendoj që njeriu duhet balancojë kërkesat me prosperitetin që ka krijuar, me mundësitë që i ka dhënë Zoti, me elementet që ka në familje dhe me shumë objektiva që ka realizuar, të jetë i kënaqur me vete, në mënyrë që të ketë më shumë ndjenjë kënaqësie edhe për të ardhmen, sepse ka shumë gjëra që ne i kemi në përditshmërinë tonë, që na bëjnë të lumtur dhe ne nuk i kuptojmë, që nga siguria, nga buzëqeshja, nga ushqimi, nga veshmbathjet, nga fëmijët, nga familja, nga shoqëria e shumë gjëra tjera. Nuk po them që ande ishte katastrofë, se trëmba njerëzit. Jo, e kishin edhe në aspektin Po në ndjeshmërisë. aspekt në mënyrë shumë sensitive, flas edhe për një sulm i papritur që ne mund të na vinte nga Serbia këtu, do të thënë nga hiç, thjesht për një bindje politike që mund të ketë një shtet fshinj. Dhe mendoj që këto gjëra janë shtuar tek unë në momentin që e vizitova vërtet Tiranën. Do të thënë kur përfityrova që aty te ai pallati i shkatruar që unë pash, ka qenë një familje me fëmijë të vegjël. Dhe ku diu për arsye politike ka ardhur një predh nga Izraeli sa ashtu donte zotëria atij që komandon. Më bëri mua të kuptoj që siguria që kam në shtetin tim, ku jo Shqipëri të dua shumë. Realisht, ashtu Shqipëri. Do të thënë, kjo është ajo që doja të thoja. Po e kuptuat mirë, mos e kuptuat, s'po e zgjat fare. Jess, kam një pyetje specifike për ty. Po. Çfarë mësove nga ky udhtim? Nga ky udhtim mësova gjën më të rëndësishme që është familja dhe mungesa e familjes. Që duhet jemi gjithmonë pranë familjes, sado edhe kur jemi larg, prap të jemi si ta them, se s'kam as si e them tani, s'di si ta them. Është si të thuash, ta bëjmë si kënga e Elvana Gjatës, jemi afër dhe larg, po tani nuk di si ta thuash. Edhe sado që jemi larg, prap të jemi afër, ti kemi Shpirtërisht, mendërisht. pikërisht. Pse jo, një telefonat, Po, një vizitë për Edhe jemi familjarët. gjithë kohës kemi qenë në kontakt me familjen, shku jam. Dhe një pyetje të fundit. Pritshmëritë tuaja nga ky projekt? Janë disa pritshmëri të ndryshme, unë si njeri nuk është se shiko. Kam korrigjuar veten time, kam bërë një autokritik të vetja, se unë jam një njeri që kam shumë pritshmëri. Dhe kam filluar të zbej pritshmëritë e mia duke shtuar më shumë dozën e punës, që pritshmëritë e mia më pas të jenë, domethënë, të kem më shumë se që pritshmëri kisha. E kuptove edhe këtë që thash? E kuptova. Është shqetëso. Okej. Domethënë, më përpara punoja pak dhe kisha shumë pritshmëri. Këtë herë do ndroj strategji. Do punoj më fort që të kem Më Më shumë shumë. punë,
më Që shumë. keni rezultate. Dhe pritshmëritë mia janë të nxjerrë sa më shumë antarë nga organizata mujahidine. Jo se s'janë mirë atje, po s'janë vërtet mirë atje, nuk është se është thjesht vendi infrastruktura që ndjekin kapanonet e shumë gjëra që i kemi dëgjuar dhe i kemi mësuar në mediat e televizionet shqiptare. Po sado luks ta kenë aty brenda që nuk e ka, nuk ka luks më të madh sot të përqafosh nënën apo babain tënd. Dhe ata nuk e kuptojnë që këtë gjë po e bëjmë vetëm për ata. Unë ju falenderoj për të gjithë këtë bisedë mjaft të këndshme që e kemi shpalosur sot në emisionin Mbi të Vërtetat. Faleminderit shumë. Qesha pafund. U kënaqem U shumë. kënaqem Unë shumë. gjithmonë sa që vi. Edhe kemi thënë disa të vërteta për një botë tjetër, për një vend tjetër që ndoshta nuk është se shumë. Njihet shumë në Shqipëri. Patjetër. Sa më shumë informacion për shqiptarët, aq edhe më mirë të njohim kultura të reja, të mësojmë më shumë për projektet që do të kemi në vazhdimsi, dhe pse jo në momentin që ky projekt do të dalë, do të realizohet, do të përfundohet, do të ishte kënaqësi për ne që të kishim sërish këtu në Patjetër studio me shumë kënaqësi. për të biseduar më tepër, për të folur më shumë për këtë projekt. Me shumë kënaqësi dhe mund të jetë edhe një thirrje dashamirësie për ta vizituar të gjithë Tiranin ata që kanë mundësi të dëshirë ta vizitojnë, sepse është një vend i mrekullueshëm. Të nderuar miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.